Nuk duhet me pasë ndasi as në mes qytetit, as mes fshatit, as në mes kombeve, as në mes familja është ajo që të mbështet çdo antar të familjes, edhe mundohet çfarëdo problemi, çfarëdo sfide mi zgjidh së bashku. Familja është kryesore, mbi të gjitha. Shëndeti, familja. Në tim të keq bashkëshorti qatë luftës ka ikë, edhe unë që sa vite tani jetoj me tjertë antar të familjes. Sa në çdo aspekt, vetëdijsim, që kjo ka ndodhë, nuk kam ikë, realiteti, vazhdojmë tutje. Shtu, po duke shumë zoj, i kompliment po ta jap. Shumë zoj e vërtet, prej kajt ju kem? Prej Qakovës. Prej qytetit, a? Po, bashkë prej qytetit, këtu kam shtëpinë në Pinjolle, tamam Qakovare. A më tërgon, a keni mo asmëri me këta fshatarët, me një kohë që se keni dashur shumë? Nuk duhet me pasë ndasi as në mes qytetit, as mes fshatit, as në mes kombeve, as në mes fesë. Sa mirë, kjo është e mrekullueshme për një grua të zonja që e thotë këtë. Faleminderit shumë. A më tregon, a ki punu të kalumën me profesion, çka jeni? Isha, çka ishe? Kurioz jam aty. Kom dhënë mësimdhënie gjuhën angleze. Sa vite ke punu mësimdhënëse? 46 vite. 46 vite. 4 dekada e gjysmë. Po, afërsisht. Si kanë qenë për juve? Mrekulli. Sikur sot të më thrasin, do të vazhdoja prapë. Prapë? Po. E që ditë shumë, s'farë gruë punëtore, vërret që e ke dashur. Vërtet e kom dashur. Në atë kohën tonë në kanë qenë një famë, një grua ka qenë letën për në mësimdhënëse. Sa keni pas barjera, sfida, kësaj kohë? Çdo event punim ka barjera, ka stopa, duhet mi te i kalu. Me gjithë forcën, s'pari. Jemi të vendosur edhe i te kalojmë gjitha. Po shkollimin e ke pasur të letë, masë që atë ko gratë nuk është që kanë pasur shumë mbështetje, do shta s'kanë pasur edhe mbështetje prej familjes për mjë donë, se vajzë, për në shku në fakultet. Ja. Si ka qenë kjo? I përkas një familjes që me zë që ka prit, baba me na orientu më shku edhe të gjitha, kemi punu në ato vite, kemi kry fakultet, asë një stop se kemi pasë. Vështërësit materiale kanë qenë deri diku po vullneti edhe puna jemi ardhur të suksesi. A dëgon, gjatë kësaj periudhe, cila ka qenë një sfidë më e vështirë që e keni pasur? Sigurisht keni pasur sfida, barjera. Cila ka qenë një sfidë më e vështirë që e keni te kalu me kalimin e kohës? Po, ndërkohë unë edhe kom punu prej shkollës mesme edhe kom studiu. Sfida ime ishte kur shkoja, studim për mlajen punë, në mes ditë u kthesha, shkojsha me të gju ligjëratat, mrami u kthesha në shtëpi edhe kështu që provime ato normal. Këto kanë qenë. Sa një grua e fort e hekurt, në në tërë ka pas familjen, po edhe fakultetin, studimet, Ndërko, si vajzë këto. Kemi te kalu krejt. Cila ka qenë e mbështetja më e madhe në jetë që keni pasur për njerëzve? Prej familjes pari mbështetja. Familja është ajo që të mbështet çdo antar të familjes, edhe mundohet çfarëdo problemi, çfarëdo sfide mi zgjidh së bashku. Nuk thoni tryeza, rrumbullakët aty që diskutohen problemet edhe zgjidhen brenda familjes, edhe te i kalohen. Do të thotë që shtua kryesore është familja. Familja është kryesore, mbi të gjitha. Shëndeti, familja. Po bashkëshortin sa ke pas në krah gjatë këtyre viteve? Po, për fatin tim të keq bashkëshorti qatë luftës ka ikë, edhe unë që sa vite tani jetoj me tjertë antar të familjes. Qofti parajsës. Kanë humbur shumë krah. Faleminderit shumë. A më tregon sa ke pasur fshit vetë grua, vetë burë, vetë, domethënë ajo krye familjare për fëmijë më kujdes ti. Pasi që bashkëshorti. Forca në çdo aspekt. Vetëdijsim, që kjo ka ndodhë, nuk kam ikë, realiteti, vazhdojmë tutje. Sa fëmijë keni? Një djalë kam. Një djalë? Po. Vajza nuk keni? Jo fare. Po e keni botën, ta keni me gjatë djalin? Me fatë me jetë, inshallah te e lo pas. E keni trashëgimtar, kjo është më e mira. Po, patjetër. A më tregon, sot kur ishe djalin, sa ta kujton bashkëshortin e ndjerë? Sa të pak se dhimbja malli për të nuk thuhet djalë? S'bashku e përkujtojmë, s'bashku vendosim me djalin, ato puna atine serioze që ka qenë për gjitha ato vite që kemi qenë bashkë, i diskutojmë, vendosim me djalin edhe gjithë një në atë farë kujtimin që kështu e ka pas idenë,
ta realizojmë kim sa është edhe ai në mesin tonë. Sa mundohet në hapat e bashkëshortit djali me shku, pasi që është i një pryt e dikujt që ndoshta ju e keni Shumë, pasur. shumë, në çdo aspekt. Përmendet brenda familjes, diskutohet, veprat e tine vazhdon. Edhe djali ka marrë atë farë rrugtimin tim që me gjuhë angleze punon tani. Faleminderit Zotit, në rregull jemi. E la doni peng bashkëshortin tjerë? Që Unë kanë betur ndonjë peng në jetë? Sa se kena realizuar pa? jetë gjatësin, me qenë me ne së bashku, normal, si kur t'ishte. Gjithni si kur t'ishte. Çfarë kujtime sot i ruani për bashkëshortin e tjerë? Pa i shumë, tash i ka Një shumë me kujtim që nisë. e mban mendje, që e ruan, Nuk moj ta ceki vetëm këte, ose atë ka shumë kujtime. keni shumë. Po. Sigurisht që unë po dishoj që e kujton për çdo të mirë, për çdo gjë që ty të ka dhënë jetën tënde. Po, kur gjotë minus nuk kemi pas, apo mënoj kur gjone në aspekti negativ, marrëdhëniet ka qenë raportet shumë të mira, mbështetje, familje e mirë, çdo aspekt kemi qenë shumë në nivel, por fati deshti asisoj edhe nuk patëm kam ikë. Po që një grua fort e hekur tash je, duke Po, është kështu. pëmundohem me qenë. Na tregon në fund gjithë grave, gjithë vajzave, një formull, si do të me qenë një grua e fort, e hekurt, e kompletuar, pas shumë barrierave. Çfarë kishte thënë, një mesazh që ndoshta do t'i shërbej për jetë shumë grave, shumë vajzave. Stabil t'jemi, ta duim vetë vetën s'pari, dhe i te kalojmë çdo problem, çdo sfidë, çdo, ju thash, shëndeti, familja dhe vetëdisim për vetë. Që t'jemi, ta duim s'pari vetën, thash, edhe t'hecim tutje. Shka m'ju thonë tjetër. Çka them tjetër, të uroj shëndet deri në frymën e fundit. Faleminderit shumë. Ore më të mirat për ty dhe familjen tënde. Faleminderit shumë, juve punë të marë.